Informohuni me Zhurma TV. Bëni subscribe për më shumë video. Lori Hoxha dhe Visi bëhen prindër për herë të parë. Zbulohet gjinia e bebit. Larg zhurmës dhe në privatësi totale, Lori Hoxha ka hyrë në një kapitull të ri. Ajo dhe partneri i saj Vis Bajraktari janë bërë prindër për herë të parë. Burimet konfirmojnë se Lori ka sjellë në jetë një djalë. Si gjithmonë, Lori ka zgjedhur ta mbajë këtë moment të rëndësishëm larg vëmendjes publike, zgjedhje që e ka karakterizuar gjithmonë në raport me jetën personale. Megjithatë, prej muajsh nuk kishin munguar aludimet. Në mars të këtij viti, një foto e publikuar me motrën e saj Sara Hoxha të roqi vëmendjen e ndjekësve. Edhe pse e veshur me rroba të gjera dhe në ngjyrë të errët, një detaj i vogël u bë menjëherë pjesë e diskutimit. Shisha e ujit që mbante në dorë dukej sikur pengohej nga një barkë e rrumbullakosur. Megjithatë, prej muajsh nuk ishin munguar aludimet. Në mars të këtij viti, një foto e publikuar me Sarën të roqi vëmendjen. Dhe pikërisht kjo foto i vuri edhe kapak aludimeve. Në dhjetor të 2025-s, Lori u shfaq për herë të parë publikisht me bashkëshortin pas lajmeve për martesën e tyre. Dyshja morën pjesë në përvjetorin e 10 të fondacionit Fundjavë Ndryshe, ku u pan të ulur pranë njëri tjetrit, së bashku me Sara Hoxhën dhe figura të tjera publike, duke shënuar një nga daljet e rralla të përbashkëta.